llogarisë. E di për kë më vjen keq? Më vjen keq për atë publikun e ndershëm, që unë jam përpjekur shumë që i vogël, sepse unë kam lindur në teatr, jam zhvilluar në teatr, fal babait e më pas, dhe vetë që jam përpjekur. Kam justifikuar portat që më ka pa hapur babai im, dhe më vjen keq për atë publikun e ndershëm që më beson, dhe që praktikisht për ata luaj. Këta të tjerët, as i mendoj as i llogari, sepse në final e vërteta triumfon. Por do të përmend një që s'është herë e parë, por e kam përdorur publikisht dhe jo, një shprehje të një regjizori shumë të famshëm, Robert Evans quhet, i cili ka rënë në zhgritur dhe është lart, ku thot, në një histori ka 3 të vërteta, e imja, e jotja dhe e vërteta fare. Kështu që këta sharlatan që dalin dhe duan mbushin mediat, ju e shikoni që unë nuk dal as të bëj reagime, sepse nuk i llogaris, më kupton? Nga ana tjetër, është turpi i tyre, më kupton? Kanë qenë ca dështak, edhe tani janë bërë o gazetar, o ku di unë duan të formojnë një parti. Gazi. E dalin, talat. Në këtë kaos, nuk ju llogaris që ta dini. Në këtë kaos emocional që ndodh, sepse faktikisht s'duam, ne konsumojmë ushqim mediatik, na vjen në telefonin ton pa e kërkuar. Dhe kjo është një atmosferë e trisht që lajmet të tilla mbushin mediat. Çfarë do doje të ndryshoje, Gazi, në gjithë të periudhë ke arritur në këtë pikë që je sot, Gaz Paja, me këtë emër në profesion, me këtë emër në biznesin tënd? Çfarë do doje të ndryshoje? Të ndryshoja? Shiko, unë jam më pak, por kam qenë dhe më shumë, jam njëri impulsiv. Dhe do doja, por as këtë nuk do doja ta ndryshoja. As impulsivitetin. Unë do doja të ndryshoja dashurinë që u fal njerëzve. Do doje ta ndryshoje? Po, sepse jo të gjithë e meritojnë. Kështu që jam njëri që duroj, jam dhuruese aty. E unë kam nevojë për respekt, kam nevojë për sinqeritet. Pjesën tjetër ja kam dalë vetë, u bë dhe si poezi kjo punë. Kështu që shkoj me rim. Kështu që asgjë nuk do të ndryshoje.